Përpara se të kaloj në rendin e ditës, ne si kryesi vendosëm që 1 minutë të lutem. 1 minutë pra përpara fillimit të mbledhjes, vendosëm që në emrin tuaj t'i urojmë Zotit Murat Bënja edhe 100 vjetë me qënë se ai plotësoi 65 vjetorin dhe është një moment i rëndësishëm të fese. Kjo është gju. Murat. Mirë. Kjo është të ndëqove. Kjo ishte para se të fillojmë rendin e ditës. Të jemi të qartë. Mirë atëre, vazhdojmë i lutem. Po, në muajin janar ne nuk mblidhemi çdo ditë. Nuk mblidhemi çdo ditë. Në muajin janar. Në muajin janar. Ja Dhe Fredi në qëtëratise. Atëre. Një, miratimi proces verbalit të mbledhjes kaluar të Këshillit Bashkiak, miratimi rendit të ditës, paraqitja nga këshilltarët e çështjeve dhe problematikave të komunitetit, lidhur me rendin e ditës së mbledhjes, siç dhe jeni njoftuar në afatin e caktuar, kemi këto materiale. Një, projekt vendim, mbi miratimin e kritereve dhe dhënies ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për blokëndimin ekonomik deri 6% me fondet buxhetit vendor. 2 projekt vendim, një ndryshim në VKB nr. 61/12/2025 për kategorizimin e nivelit pagave të punonjësve dhe të emëruar në punësve civil, si dhe të punonjësve administrativ të bashkisë dhe njësive të saj në bashkësi për vitin 2026. 3. Projekt vendim për shpërndarjen e 10 shpërblimeve për nxënësit e shkollave të mesme të bashkisë Kuçov, qoftë njësive dhe të njësisë Kuçov, me rezultatet më të larta në maturën 2025, të cilët vazhdojnë studimin në vitet e para të shkollës së lartë në vitin akademik 2025-2026. 4. Projekt vendim për miratimin e programit 5 vjeçar të strehimit social në bashkinë Kuçov. Projekt vendim për privatizimin e pasurive të paluajtshme me numër pasurie e tjera që të mos i lexojmë se i keni në material, Kuçov. Dhe së fundi, si që jeni edhe ndjeni nga sekretarja e Këshillit Bashkiak, unë kërkoj që në këtë rendite për arsye emergjente që i shikoj të arsyeshme të fusim edhe relacion mbi miratimin e programit 5 vjeçar të strehimit social që do relatoj drejtoria përkatëse se kemi edhe këtu përfaqësues të atyre që bashkëpunuan për këtë problem dhe sigurisht që ne ta kalojmë këtë edhe në vendim. Pra projekt vendim për miratimin e programit 5 vjeçar të strehimit social në bashkinë Kuçov. Atëre, kush është dakord që të vazhdojmë me këtë rendite? Po, faleminderit, kundër, abstenim, nuk ka. Atëre, vazhdojmë. Miratimi proces verbalit të mbledhjes kaluar të Këshillit Bashkiak, kush është dakord që të miratohet proces verbali? Faleminderit, kundër, abstenim, nuk ka. Miratimi i rendit ditës me gjithë shtesën e propozuar, kush është dakord që t'i shqyrtojmë? Okej, faleminderit, kundër, nuk ka, abstenim, nuk ka. Atëre, filloj me rendin e ditës, një projekt vendim mbi miratimin e kritereve të dhënies ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për blokëndimin ekonomik deri 6% me fondet buxhetit vendor, nga drejtoria përkatëse. Okej, nuk kemi. Mirë atëre, kush është dakord që
të miratojmë këtë projekt vendim, besoj me kriteret ju e në njohur dhe janë në vazhdimësi, le ta kalojmë në votim, kush është dakord? Faleminderit, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Kalojmë në pikën 2 të rendititës, projekt vendim. Një ndryshim në BKB numër 61/2012-2025 për kategorizimin e nivelit të pagave. Në kryetar, kush do relatoj? Okej. Po Alma, mund vini këtu. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë kemi përgatitur materialin për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave, numër 776 datë 19/12/2025, për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi. Për gjithë punonjësit, do të thënë që kanë pagën nën 50.000 lekë në muaj, shkon paga minimale 50.000 lekë në muaj. Vendimi i Këshillit të Ministrave, po. Ato nën 500. Po, nën 500.000 lekë. Vetë 500 është. Po. Tani rekemeja është e qartë, thotë jo më pak nga 50. Tani kjo pjesë nuk është diskutim, nga anë është detyrim ligjor. Vendimi i Këshillit të Ministrave thotë paga minimale është 50.000 lekë minimumi, kaq. Më lart ka të tjerë që e shohin, ngrihet komisioni i posaçëm që bën vlerësimin e atë kategorisë së pagave. Besoj se nënkryetari e dha shpjegimin shtërus, ky është një problem që do t'jetë, ja një minutë Murat, lutem, ky do t'jetë një problem në vazhdimësi që do të përfshijë dhe këto rregullime që rrjedhin si pasojë e zbatimit këtij vendimi. Atëherë le të vazhdojmë së pari me hapin e parë. Në qoftë se nuk ka ndonjë pyetje, ndonjë diskutim, po sigurisht ja le ta marrim me radhë këtë punë, mund të shprehni mendimin tuaj. Unë nuk imponoj mendimin. Po fjalën nga këshilltarët, besoj se është e zauruar. Mira dere, kalojmë votim. Kush është dakord të miratohet ky projekt vendim? E tham pra, në vazhdimësi, si rjedhoj e kësaj, do të ketë vizit tjera, nuk mund e qartë pra e qartë, po brenda një momenti dhe me një hap nuk i realizojnë dopë këto gjëra. Sigurisht që ne do jemi konsistent në këtë që ju shprehet. Mirë, kundër, abstenim s'ka, faleminderit, mirato.
për shpërndarjen e 10 shpërblimeve për nxënësit e shkollave të mesme Kuçovë me rezultatet më të larta në maturën 25 dhe që vazhdojnë studimet e larta në sezonin 2025-2026. Po, drejtoresha, mund relatoni? Po, patjetër. Përshëndetje gjithëve, duke qenë dhe mbledhja e parë e këtij viti, unë një uroj të gjithë me një fillim sa më të mbar. Dhe 100 vjet që urojnë Moratit, sepse ka vite në Këshillin Bashkiak. Doja t'ja bëja këtë urim. Tani të filloj me temën në cilën jemi mbledhur. Fillimisht doja që thoja që përpara se të bëhet shpërndarja e bursave për nxënësit me rezultate të larta për maturën 2024-2025, neve jemi mbështetur gjithmonë në vendimin e Këshillit Bashkiak, vendimi që jepni vetë ju, që u miratua në dhjetor, në shumën në dhjetor të 2025-s dhe u miratua nga prefektura në fund vitit po 2025-s dhe shuma ka qenë 450.000 lekë të reja. Tani, procedura që ndjek Qendra Ekonomike e Arsimit është kjo. Fillimisht ne përgatisim shkresën, ja përcjellin ZVA, zyrës vendore arsimore, zyra vendore arsimore ja përcjell shkollave të mesme të bashkuara, 3 shkollave të mesme bashkuara, Lumas, Perondi dhe Kozare, dhe shkolla e mesme bashkuar Myrteza Kepi dhe gjimnazit 5 tetori. Pasi shkollat përgatisin listën për katse, ja kthejnë përsëri ZVA dhe ZVA-ja me shkresërtare na sjell me listën e përbashkët. Dhe fatikisht ZVA-ja në këtë rast ka sjell 10 emra me rezultatet më të larta mbi 9.5. Tani, jo se ne kemi kërkuar me mesatare mbi 9.5, por kjo është vendosur nga është marrë një vendim në shkurt të vitit 2022 lidhur me kriteret që duhet të plotësojë një nxënës që duhet të marrë shpërblime nga Bashkia Kuçov, që është me rezultate të larta. Veç këti kriteri, në vendimin e Këshillit Bashkiak, që është mbajtur në shkurt të 2022-shit, janë vendosur edhe 3 kriteret të tjera. Tani, së pari duhet jetë banor rezident në Kuçov, së dyti duhet të ketë mesataren e 3 viteve 9.5, së treti duhet të jetë të ketë mbaruar gjimnazet ose shkollat e mesme të përgjithshme në Kuçov dhe shtetëror, dhe së katërti të vazhdojnë në universitetet publike dhe jo private. Tani, ne mund të kemi edhe raste që mund të vazhdojnë në universitetet private një nga 10 emra që na kanë nga ZVA-ja. Por kjo do vërtetuar, sepse unë i kam lajmëruar të gjithë prindrit. Tani, ato 2-3 raste që më kanë ardhur janë në shkolla shtetërore, në universitetet publike, ndërsa të tjerët ka fjalë aludime që vazhdojnë shkollat private. Por unë nuk mund ta vërtetoj dot në qoftë se ai nuk më sjell një vërtetim nga shkolla në të cilën vazhdon, nga universiteti, nga fakulteti që ndjek, që filan nxënës vazhdon në këtë universitet privat. Kështu që nuk mund të aludojnë në këtë drejtim. Por këto janë 4 kritere, si që thash, që ka vendosur një këshill para jush, në qoftë se ju mendoni se këto 4 kritere nuk realizohen, nuk duhet të vendosen në këtë mënyrë, duhet të ndryshojnë, atëherë ngridhemi përsëri, vënë disa kritere të tjera, në qoftë se ju jeni dakord. Besoj se u shpreha qartë. Jo s'jemi në gjendje ne, nuk e dim që X, Y, sepse të gjithë to, jo më falë, ka ludime tash, ka ludime, që dikush nga këta nxënës, sepse ne kemi ditë që e kemi shpërndar materiali. Dikush... Po, atë nga shumë, po ti s'po më të gjojë se ishe duke diskutuar të s'më të gjojë asin gjë nga ato që unë fola. Është vërtet... Pa ludoj, pra, sepse mua dhe tani që janë, para se t'u janë në mbledhje, më thanë, Kozeta, filani, nuk më ka ardhur i tash që unë t'a vërtetoj. Tani si mund t'a vërtetoj unë, që XY vazhdojnë shkollat private. Po s'ka gjë, po e them, një realitet, ju nda që pranoni, ju e dini, si do që tjetë është detyra juaj të flisni dhe të shtoni. Më falë pak të ludem, besoj se relatimi juaj ishte i plot. Le të dëgjojmë
këshilltarët nëse kanë ndonjë pyetje, kërkojnë ndonjë sqarim dhe më vonë le të diskutojmë. Po Fredi, ju dëgjoj. Lidhur me shpërblimet, ne kam diskutuar edhe herë të tjera. Më duket se unë nuk thash do kalojmë tani pa tjetër një listë. Thash që kemi këtë projekt vendim. Po më dakord të dëgjoj. Pra, është në diskutim është fjalë. Mos ta parazojmë atë me
O Fredi, këto dyja se më duket se përputhen. Pra e ka të shprehur në vendimin e Këshillit Bashkiak mesataren e 3 viteve. Nëse ne duam ndryshime nga moda e tutje. Sandra, tabela në analitik na jep renditjen e rezultatit të fundimtar. Mesatare të provimeve dhe vete pasaj radhë këtu do më thënë tabela e fundit. Jemi realist tani shikojeni. Dhe renditja këtu, o Sandri, tani edhe një renditja mua më vjen si pas rezultantes së provimeve të shtetit dhe mesatare së 3 vitet. Rezultantja e kolonës së fundit. Mos i fut fare kolonat e tjera. Mos i fut kolonat e tjera tani, sepse me këtë që më keni sjell, unë besoj kolonës së fundit. Kramos, këtu jam dakord pastaj. Këtu jam dakord në zbatshmëri. Ja. Qartësojni për risilleni përsëri, nuk Do diskutojmë gjithë. Ja të mbaroj Fredi. Okej. Po Liliana, të dëgjojmë. Kozeta të lutem. Dale tani. Po Liliana. Me le Sandri. Liliana. Sandri. Ramis. Po. Atëre, dëgjoni, këto edhe një herë. Pra, një minut. Ka një rrjedhim logjik të asaj që këto janë fonde publike dhe sigurisht që ne kemi të drejtën tonë, ligjore dhe morale ti përcjellim në institucionet publike. Pra, kjo pjesë besoj se s'ka vënë për diskutim. Ndërsa, në qoftë se, miro tani më lërë tani, unë së të luajta kur fole, ndërsa, përsa i përket asaj që ju se i të propozoni, janë fonde publike që ne, por është fond publik, pra është para publike. Se i të është para publike, atëhere
ne, pjesa publike, jo, 1 minutë, do të stimulojmë dhe jemi në mbështetje të arsimit publik, tani të mos i ngatrojmë dorë gjë. Kush është qëllimi i këtij Pjesa qëllimi? tjetër, 1 minutë më Murat, dëgjoj një herë, pastaj ke kohë të flasësh. Dëgjoj një herë dhe ke kohë të flasësh. Pastaj, përsa i përket anës tjetër, sigurisht që ligjet amendohen, përmirësohen patjetër sepse vren gjëra dhe në vazhdimsi ne kemi gjithë të drejtën që më vonë mund ta amendojmë, mund ta rregullojmë, mund ta përpunojmë nga e para, por tani jemi në moment vendimmarrje mbi bazën e një vendimi të Këshillit Bashkiak të Mbarshëm që sigurisht është në fuqi. Po Murat, ja të Kush është qëllimi i këtij shpërblimi? Për stimulimin E kujt? dalë me rezultate të larta. Atëre, unë jam dhënës për rezultata dhe unë zgjedh tiki edhe jashtë shtetit. Po jo Dhe, pra jo. 1 minutë. Ose në publik dhe nuk kalon fondi publik nuk kalon te privati, kalon te mua. Dhe s'vjen me në Shqipëri përse. Ore, vi unë është punaj qëllimi. po si e punoj edhe Ore, 3. Qëllimi i këtij shpërbimi është të rrisim cilësinë e nxënësve, e mësimit e ku di unë. Kjo është qëllimi i shpërbimit, nuk është qëllimi të ndalë ti kështu. Qëllimi është ai që mëson të marrë hakun. Kjo është qëllimi. Këto janë fonde shtetërore. Thuaje. Po pra ja u shpreva qartë që është në kompetencën tonë. Është në kompetencën tonë, Fredi, për më vonë sot po operojmë mbi bazën e këtij vendimi të Këshillit Bashkiak. Njëra të re programos. Po, tani, duke bashkangjitur dhe ides që Fredi përcolli, po duhet jemi me kem tokë dhe duhet jemi realist kur i kemi përpara. Të gjitha të dhënat, qoftë tabelore, qoftë vendimin e Këshillit Bashkiak të vitit 2022, por këtu më rezulton nxënës që përfiton duhet të jetë rezident Bashki Kuçov. Nxënësit përfitues duhet të jenë pjesë e arsimit publik. Po patjetër, Është shkolla Ismail Qemali nxënësi. Është rezident e përfiton sepse këtu më male vazive. Njëse, zoti Gramos, Rezident nuk duhet thotë që je në Ma non Kuçov. Ne jemi në Tiranë. Po pra, Të lutem edhe një, o Kozeta, po qëndron kjo. Kush ka eksploruar nga drejtoria arsimore, sa nxënës rezident, domethënë që kanë familjet në Kuçov ose gjysmë e familjes sa nuk e di si, dhe fëmijët studiojnë në Tiranë, në Durrës, ku ta di, për shumë arsye të teze tek të afërmit e tyre dhe mund të jenë me rezultate shumë të shkëlqyera. Kush e ka verifikuar nga drejtoria arsimore këtë? mirë. Sandra, Po përderi sa tani ata janë këtu, tani prezidenti ka mundësi, Kozeta, S'më qartëson kjo, Kozeta nuk... po, tani, të mos, tani unë praktikisht nuk do të flisa përse mbylli preti këtë punë, po problemi të litil, kur themi rezident në Kuçov, ne nuk mund të flasim për fëmijët të qytetarëve të Kuçovës që kanë studiuar shkollat e Tiranës, Durrësit, Vlorës apo diku tjetër. Themi shkollat e qytetit të Kuçovës, kaq. Nxënës përfitues do të jetë pjesë e arsimit publik. Arsimi publik fillon nga polispoli. Tani, Gramos, në interpretim ke të drejtë, në interpretim ke
Tani, Gazi të lutem. tani një minutë. Të lutem, O, Gazi. Gramos, të jemi, tani o ti kozeta. Tani, është të thënë që ne majmë korespondencë me drejtorinë arsimore Kuçov dhe të dhenat për nxesit më të mirë të vitit i kemi marrë nga zyra arsimore zyrtarisht. Nuk mund marrë nga Ministria e Arsimit dhe kush ka dalë më mirë gjithë Shqipërinë. Interpretim të tillë unë s'dua domethënë se interpretim të tillë s'dua. Atëherë, po dalë më tani se po flasun në vëllai tani. Interpretim të tillë unë nuk dua realisht. Po flas për nxënës që janë rezident janë si them qytetar Kuçovës. Nga ana e interpretimit keni të drejtë. Është qytetari Kuçovës. Pasim publik. Por problemi 200 gjimnazë në Shqipëri. Gramos të lutem. Problemi nuk është i drejtoreshës së qendrës arsimore, të qendrës ekonomike. Interpretimi ke të drejtë. Jam i kthjellët në ato që them. Ke Shuar të të dyja drejtë. kolonat dhe thoj 4 emrat e gjimnazeve tona. Pranon gjithmonë tjetë numri 2. Numri 1 s'do kurrë. Tjetëri këtu është pa forën varë kyç po fletën. Kjo është plasteli. Ajo atje është budalla, që e dukt. Se që t'ja për me si. Tano Kariti. Po jo, Tano Kariti në miniatur. Komisioni i Arsimit presim që të jetë në këtë rast iniciatori dhe mbaroi pra. Ata që janë qikë më të shkolluar dhe nga E nuk besoj se keni insistuar. Në qoftë se do të ishte ashtu, mund të ishim tjetër situatë gjithsesi. Atëherë, faktikisht, po pra po. Po të shikojmë tani edhe frymën e këtij vendimit Këshillit Bashkiak të kaluar, mendoj se të gjitha diskutimet kjo lloj fryme e tij i përmbush. Le ta lëm përmirësimin për më vonë. Atëherë, duke operuar mbi bazën e këtij vendimi, ju ftojmë ta kalojmë në votim. Kush është dakord? Faleminderit. Kundër, abstenim, nuk ka. Miratohet. Faleminderit drejtoresha. Ai që ka shpikur forcën e kartonit, thotë 10 mu fjalë. Pjetë fare. Jo guri. Jo guri. Bëna ta këshilli unë. Do të besha kryetar. Jo, tha ky. Në pjetë dhej. Guri atë. Projekt vendim. Mbi miratimin e programit 5 vjeçar të strehimit social në Bashkinë Kuçov. Pas ka vdekur dhe i tjetër mund? Qerimi. I tha qerimi të bësh kryetar. Jo, tha qerimi çfarë do bëra? Ma vëra kryetar ti mund ai. Po bledi, mund të relatoni. Jo do di thaj. Ne thon çfarë duan ata. Ti thoj të jetë bo. Fillimisht kryetar në lidhje me ca lecuat e rendi ditës, mbase nga pati një pasaksi. Ju lutem vëmendjen këshilltarëve. Po bledi. Jo, para se të filloj me relatimin e çështjeve, në lidhje me renditjen e materialeve, pika e fundit që u kërkua si material jashtë radhe, ka të bëjë me miratimin e përfituesve nga programet sociale të subvencionit të interesave të kredis. Atëre ju dëgjova. Kush është, më falni, ju lutem vëmendjen. Kush është dakord që të dyja këto ti përmbledhin në një pikë? Për arsye, okej, mirë, faleminderit. Bledi mund t'i trajtoni të dyja në një. Mund t'i trajtoni të dyja. Dakor, okej. Materiali parë ka të bëjë me miratimin mbi miratimin e programit 5 vjeçar strehimi social në Bashkinë Kuçov. Ka të bëjë me strategjinë e Jo. Atëherë, siç po thosha, ka të bëjë me Isha drejt. Të
Të vazhdoj, domethënë, okay. O Fredi, Siç po thosha, programi 5 vjeçar i strehimit social është dokumenti strategjik më i rëndësishëm që Bashkia Kuçov miraton dhe zbaton në fushën e strehimit social. Pak për histori, Bashkia Kuçov ka zbatuar një program të mëparshëm, ai ka qenë 10 vjeçar, i miratuar në vitin 2010, por me kalimin e viteve, me ndryshimet ligjore që ka pësuar ligji i strehimit social dhe me shtimin e programeve, lindet nevojshme artimi i programit 5 vjeçar i ri, si dhe edhe një ndër, jo me banesa sociale, është programi i strehimit social, 5 vjeçar, si dhe ligji e sankcionon që Bashkia Kuçov duhet të hartoj dhe të miratoj një plan të strehimit social. Nisu nga niveli i ekspertëve që nevojiten për këtë hartimin e këtij programi, Bashkia Kuçov ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me organizatën për drejtësi sociale, e cila na ka asistuar në mbledhjen të dhënave deri në hartimin përfundimtar të këtij plani. Si domethënë gjatë kësaj kohe puna ka filluar në muajin maj qershor të këtij viti, si rezultat janë bërë disa takime dhe u përcaktua vizionit i cili do dalim me këtë temë, le të themi. Vizioni i përgjithshëm është të kontribuojë në miqëndjen e komunitetit duke siguruar strehim sigurt të arritshëm përballueshëm për çdo banor të Bashkisë Kuçov. Ky program është i aktuar, siç thash, në bashkëpunim me këtë organizatë, e cila na ka asistuar në nivel specialistësh dhe ekspertësh. Është hartuar një program i mirëfillt i shoqëruar me aktivitete dhe me qëllime kryesore që do shërbejnë deri në realizimin e këtij plani. Programi bazohet, siç thash, në gjitha programet që zbatojnë deri tani në Bashkinë Kuçov. Programet e strehimit i sankcionon ligji të cilat janë. Ne aktualisht gjatë viteve të kaluar i kemi zbatuar pothuajse në pjesën më dërmuese gjithë programet e strehimit social, por ky dokument strategjik do na ndihmojë ne që të aplikojmë dhe në për donatorë të huaj ose në organizatat të tjera të cilat kërkojnë pasjen e këtyre programeve të themi të parashikuara në këtë program strehimi. Kjo është më tepër. Nuk e di nëse ka pyetje. Patjetër, Amis. Ka në plan Bashkia Kuçov. Ose ka menduar për ndërtimin e banesave sociale ku të jetojnë gratë e divorcuara, gratë që marrin urdhër mbrojtje. Po pse mos themi edhe ta mendosh dhe çik më shumë që mund të bëhen edhe objekte nga bashkia, që të jetojnë dhe çiftet e reja me qira minimale simbolike për të zgjitur këtu edhe martesë, se s'ka me martesa, të zgjitur edhe lindjen. Se jemi koshient të gjithë që me pagën e një të riu sot që rem parë fillon në moshën 33 vjeçare, ai tërë jetën sigurt ta. Kurse rrogën nuk blen shpëtor. Dhe zgjidhja më e mundshme është kjo. Se ka shtete dhe modele në botë për shembull që çiftet e reja ja udhërojnë banesa, por ne nuk e kemi ato luks, por që japim me qira. Ne kuptova. Që kishte ai regjimi parë, që paguani 10.000 lekë qytet për shembull, 20.000 lekë, simbolike, dhe banesa se kishte asnjë fytyrë, ajo është shtetërore. Mbas në shore, kuptoj. Po. Në pyetjen tuaj janë dy programe të cilat mund të adresohen këto raste. Po pra ja, po ndalem me radhë. E para është programi i banesave sociale me qira, ku ne si Këshill Bashkiak vitin e kaluar zbatuam të program dhe 12 apartamente ju shpërndan përfituesve, sepse aq ishte edhe mundësia e ndërtimit banesave të reja. Por ajo çka është programi më i përshtatshëm për këto raste është ndërtimi i banesave me kosto të ulët. Kjo përgjithsisht funksionon në bashkëpunim me Endin Kombëtar të Banesave. Ne si bashki e kemi parashikuar dhe plani e parashikon vëdhje të dispozicion të një trualli, kur Endi Kombëtar i Banesave mund të ndërtoj pallate dhe kategori që mund të përfshihen mund të jenë çiftet e reja, gratë kryefamiljarë, siç po thoshë ju, nënat me fëmijë. Po, dhe programi tjetër, po, se janë tre. Ndërtimi i banesave me kosto të ulët ka një vlerë mjaft të madhe dhe qeveria ka përcaktuar Endi Kombëtar të Banesave si investitorin kryesor. Bashkia hyn në këtë sipërmarrje të themi me vënë dispozicion të truallit. Me 30 apartamente. Ajo është zgjidhje. As 1 milion euro vetë. Po, për kredin me interes të ulë që është një nga ndihmat më të mëdha për qeverinë. Okej, atë pikë që unë po thosha në fillim që
Është një program që Shiko, realizim. programet e strehimit social kanë një shtrirje të gjerë. Më thënë, duke nisur se ndërtimi i kësaj, unë e kuptoj që mund të jepë për Kuçov, por nuk është zgjidhje për njësitë administrative, kur strehimi duhet të ofruar atje ku ndodhet familja. Një pjesë e familjes nuk lëvizin nga vendbanimet e tyre. Flasin për njësitë administrative, fshatat e thellë. Po, bosh nuk mund të ngelen, po për sa i përket çifteve të reja, është relacioni tjetër që u shpërnda jashtë radhe mbi miratimin e programit kredive. Po pra. Për çiftet e reja është zbatuar dhe në pikën tjetër unë do flas pastaj për programin e kredive të buta, kur Bashkia Kuçov ka shpërnduar 7 kuota që kishet përcaktuara nga Ministria përkatëse e linjës. Pa lek është vetëm banesa sociale. Prandaj na ndihmon dhe kjo strategjia. Strategjia e strehimit social 5 vjeçare ka vendosur disa objektiva dhe për të arritur këto objektiva janë parashikuar dhe aktivitetet përkatëse që normalisht do ndikojnë në uljen e numrit të pastreve. Kjo është pritshmëria jonë të paktën. Po. Me qënë se ne pastaj vazhdojmë me, si të thuash, me problemin e brendshëm të planit vjetor të bashkisë, mund të përfundosh edhe atë të kredive të buta? Po, me okay, qëllim që në të fakt gjitha problematikat e ardhura nga ju t'i trajtojmë Okej, në po një. për renditje domethënë ishte relacioni që kishte bërë me privatizimet, po megjithatë ta kaloj në një moment tjetër, sepse pas relacionit për programi 5 vjeçar të strehimit, ne kemi depozituar materialin i cili ka kërkuar miratimin e privatizimit të 7 apartamenteve në zbatim të 2 VKM-ve të privatizimit. Megjithatë unë po kaloj te kreditë e buta dhe pastaj rikthehen te privatizimet si të dëshironi ju. Jo, të treja trajtoj, thash. Okej, dakor, mirë. Treja trajtoj sepse janë... Okej, meqense jemi me programet e i strehimit. njëjti relator Okej. dhe... Me qënë se jemi duke biseduar për programet e strehimit social, po kalojmë te pika i 6 atëre, që ishte relacioni mbi miratimin e përfituesve nga programi i subvencionit të interesave të kredis. Atëherë edhe ky është një program i parashikuar për të zbatuar gjatë vitit 2025, ku Ministria përkatëse përcakton kuotat për secilën bashki dhe i vën në dispozicion bashkive edhe listën prioritare të themi të kategorive që duhet të përfshihen nga ky program. Në rastin e Bashkisë Kuçov ishin 7 kuota të përcaktuara, ku për secilin aplikant përcaktohet edhe norma përfrymë për metër katror, që e cila na çon pastaj gjej në vlerësimin përfundimtar të masës së përfitimit të kredis. Gjatë vitit 2025 kanë aplikuar gjithsej 12 aplikant. Vlerësimi kaloi në 2 faza. Në fazën e parë u verifikua që plotësonin kriteret 8 familje, 3 të tjerat u kthyen familjarëve për t'i plotësuar për programet e ardhshme. Dhe nga këto 8 familjar, si Bashkia Kuçov, në bazë edhe të sistemit të pikëzimit që ka miratuar më parë me vendim Këshillit Bashkiak, ka bërë vlerësimet e 8 aplikantëve dhe ka bërë dhe renditjen përfundimtare për të dërguar më pas në për bankat kombëtare. Në 3 bankat e përcaktuara, në fakt nuk është vetëm banka kombëtare tregtare. Në pikën 17 të VKM-s 453 vlen për të përmendur që ky miratim nuk e bën automatikisht përfituese familjen, çdo institucion financiar bank kalon le të themi në një vlerësim të gjithë aplikantëve dhe nëse e çmojnë të arsyeshme që këto familje nuk plotësojnë kriteret, mund të përjashtohen. Po. Ka lidhje me momentin. Tash nuk jeni detyruar të përgjigjeni se kjo më tepër është retorike, si pyetje, po. Nga këto përfitues të këtyre banesave sociale, mos bëhet gjë politik, ka përfitues, nëse keni ndënë që me bindje opozitare që i plotësojnë kriteret dhe janë pajisur me shtëpi. Jo, edhe Bledi, të lutem, referuar numrit miratuar ose numrit që ju propozoni për të miratuar kërkesat si janë. Edhe e mbyllni këtë problem. Mirë, faktikisht komisioni që unë e kryesoj të strehimit social, të gjithë aplikantët të cilët ne kemi marrë dhe nga vetë qytetarët, po dhe nga administratorët të njësive dhe kryetarët e fshatrave. Çdo qytetar që
ka qenë në një kërkesë për një nevojë për strehim social, bashkia ka parë atë si pas nevojave të tija personale si pas faktit. Dhe nuk ka asnjë lloj përzgjedhje si pas politikës. Unë jam i gatshëm që çdo qytetar që ka përfituar, verifikojeni dhe nëse ka raste të tilla, unë jap llogari para jush me këtë lloj shprehje. Morat, jo ka një gjë, nëse keni familje nevojë, tani nëse keni qytetar nevojë, i sillni në bashki dhe tini më se të bindur që ta përfitoj nga strehimi social, pik. Besoj se përgjigja nuk ngeli retorike, po besoj se u plotësua. Mirë, faleminderit. Pra i gjuat Po, komisioni, pa tjetër, po Gramos, komisioni u mlodh dhe mori në shqyrtim dhe lidhur me miratimin e programit 5 vjeçar të strehimit, sepse ka qenë një program 10 vjeçar dhe këto 2 vite s'ka shu, i referohet banesave sociale të paktën që bashkia ndërton, i referohet ndërtimit apo blerjet të apartamenteve për lënie me qera për shtresat në nevojë, rikonstruksionin e banesave që është një politik tjetër që po ndiqet realisht, po për shtresat në nevojë apo komiteteve, si dhe kredite buta të cilën bledi e ciku, domethënë. Është bërë leximi ose më saktë, ky program ka të bëjë me leximin e të dhenave për të hartuar këtë program, domethënë leximin e të dhenave në detaje, për shtresat në nevojë, për romët, për egjiptianët, për gratë e divorcuara dhe për familjet me probleme sociale. Unë them që ta kalojmë, unë them ta kalojmë këtë si program 5 vjeçar të strehimit social. Kuçova ka pasur me ato mundësi përvoja të mira, e vetëm një gjë që unë ngrita si shqetësim, dhe s'kam pse rezervojmë, është strehimi i disa personave që në zona të ndryshme mos gabojnë në lagjen 1 maj, që janë disa persona që kanë dhe probleme, përveç se probleme strehimi dhe probleme mendore që shkaktojnë dhe probleme në ato familje që jetojnë në ato zona. Mbase duhet pa një politik më ndryshe, sepse unë për vetë time nuk do të panoja në lagjen time apo në blok pallatet. E mia tish një njeri me probleme të tilla që të do të pa një politik tjetër për këta lloj. Diskutova dhe këtë dhe thonë u ikin natën Ramis. Okej. Ky është ai një që do ashtu. Kurse për pjesën tjetër do më thënë përgjithsisht në Kuçov për këto politikat e strehimit tjetër. Gramos, faleminderit. Le të dëgjojmë zotrin si koordinator? Po? E pra thash koordinatori, më falni. Bledi, mundësisht ti Po, zotëria është përfaqësuesi i organizatës Drejtësi Sociale, bashkëautore, le të themi, e planit të strehimit social. Është organizat, po. Po, zotëri.
bashkisë edhe njerëz të cilët juve ju kanë sjellur për të marrë vendim në këtë sallë. Faleminderit. Faleminderit, zotri. Mirë atëre, kalojmë në votim për të 3 pikat për të cilat diskutuam, kush është dakord të marrin miratimin? Kundër, abstenim s'ka, miratohen. Mirë, Bledi, faleminderit. Le të kalojmë tani, për para se të hymë të këtë ndryshme, te miratimi i planit punës të Këshillit Bashkiak për periudhën 1 janar 31 dhjetor 2026. Paraprakisht do të shtoja që ky le ta quajmë një draft plan është, në kuptimin që kemi këtë përpara në zbatueshmëri vjetore, por kemi po ashtu gjithë të drejtën të shtojmë ose të heqim sipas situatave në vazhdimsi pika tjera. Kështu që meqense ky plan është, si të thuash, draft plan, në thonjsa, jeni dakord që ne të vazhdojmë të punojmë mbi bazën e këtij plani vjetor? Po, Fredi, mund të dëgjoj. Po të dëgjova. Gjithashtu të futet edhe informacion lidhur me Policinë Bashkiake të Shaqerisë së Dëgjuara, se cila është numratura e vendimit që ata kanë një rëndësi të madhe, por më e rëndësishme është se jemi dhe në prodhin e ristrukturimit të kësaj policie, cila mendohet që të bëhet në fundim vete, marrim vesh se cilat janë. Fredi, më fal, për me qenë konkret, kur mendon ti që mund ta përfshim Policinë Bashkiake? Okej. Po. Aty në kam kemi vendosur që në muajin mars një vizitë nga Kryesia e Këshillit Bashkiak në Kosovë. Mendoj që lidhur me këtë mos realizohet e mia, do thosha që në këtë rast nuk duhet bëjmë kryesia, sepse kryesisë ja lan vjetën verja si gjë ose që se zbatim plasë të informacion. Por mendoj që bëjmë njerëz të tjerë. Mos dyshonë në transparencën e kryesisë tani, nuk vajti. Nuk vajti i dashur, se pasaj harrohet kjo punë, po. Po, mërë, po. Po, dakor. Ore, do flasës. Po, mëre. Po, mirë atëre, kush është dakord që të vazhdojmë të punojmë me këtë plan pune, duke reflektuar, po more bëj edhe ti, po. Që popullin e dona të na shkojnë që ose ne do shkojnë dhe do sjellim gjëra. Për shembull, çfarë gjëra mund sjellim ne? Jo, 1 minutë, jo gjëra materiale, më duket se u shpreh. Materiala, idea,
Po jo, mor, jo. Po, pa tjetër, ti e iniciove, pa tjetër, po. Ora mis. Gjithë ato që ka këtu, lidhet vetëm me një fëmijë mësim. Sa për atë që Ramizi nuk di këtë gjë, Ramizi ka thënë sa për një mësime me edhe komuna e shtetit. Por asnjë frutë s'ka këtu. E kupton? Fredi, të lutem ta mbyllim këtë temë tani. Kush është dakord? Kush është dakord? Kundër? 1, 2, 3 kundër. Okej, abstenim, s'ka, miratohet. Atere, vazhdojmë me të ndryshme, ju lutem, vazhdojmë me të ndryshme. O, Sandri, tani tek të ndryshmet, Sandri, tek të ndryshmet, ta fillojmë kështu do me gjëra shumë publike, me qenë se është mbledhja e pare për këtë vit. Pikë së pari, ne bëjmë mbledhje të Këshillit Bashkiak, gjitha këshilltar, opozit, dhe duke falenderuar në kryetarin për prezencën, por asnjë nga drejtorat apo pjesëtarët e tjerë të bashkisë në mbledhje. Ne tek të ndryshme nuk di ku do e referojmë, pavarësisht se kryetari do mbajë të shënimet e vet në kryetari, por gjithkush nga drejtorat për probleme specifike që ngrihen tek të ndryshmet do të jetë me blok shënimesh dhe të mbaj shënime dhe ka mundësi që në mbledhjen pasardhëse publikisht të jap llogari për ato që ka marrë. Së dyti, marrë shkas, këtu është vetëm egla nga mbledhja e Këshillit të Qarkut, që u zhvillua në muaj dhjetor, lidhur me bashkëfinancimet që Qarku me bashkit e veta, në bazë të programeve që vënë nga bashkit të bëjnë punë me bashkëfinancim. 2 pika që unë kërkova, aty ishin pika parë një studim i tokës të parku qendror, sepse është tokë e kontaminuar, ka qenë tokë ku ka qenë një qendër industriale dhe po t'i vesh re, nuk e di kush po ja shënim, sepse prandaj thashun do të ishin të gjithë drejtorat dhe ju referova dhe Qarku i Berati tha që ne kemi në bashkëpunim me
laboratorin që nuk e di në lezë, diçka tillë, ku është që çojnë, domethënë marrin modelet, mostrat dhe kundrejt një po, dhe beth dhe ajo vlerësimi i tokës. E dyta, lidhur po përsëri me parkun në qendër të qytetit. Po bën disa vjet. Unë nuk e di kur mund të marr trajt parku, domethënë trajt parku për pemë, domethënë të mëdha, pavarësisht janë të kostueshme. Kur të vetëm 70 vjeç, që hyj tek më të rinj në po më tani mama le ta mbaroj, pastaj okay, pas në dhe mund të blien. Jo të prishet nga para. Ndryrje kimike që mund të luftojnë ata të kontaminuara që Po, luftojnë. Dhe e fundit tek vota më keni privuar një nga 3 alternativat. Pavarësisht se unë jam, por duhet ishte dhe alternativa e tretë. Këto kështu. Ore dash se ta huazoj unë. Pa tjetër amis. Po dakord më burë. Jam dakord të vazhdosh pra. Mirë, faktikisht unë bashkohem me antarët e Këshillit Bashkiak që drejtorët do të jenë këtu për të marrë problematikat të ndryshme që ka në territor. Lidhur me pikën e parë të zotit Gramos, unë do ta diskutoj me drejtorinë përkatëse me qëllim që kompania e cila është e licencuar për të diskutuar me kategorinë e ndodhjes që ka parku, ja i cilët është bërë një, si të thuash, një studim i mbarshëm, ja marrë disa masa paraprake, por nëse ka gjëra të cilët mund të jenë të reja dhe për të riparë, për të studiuar për së dyti, ne do ta shohim duke parë të punë. Lidhur me pemë në park, unë di që ai park është i gjelbërt me një projekt nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ato pemë janë të mbjella dhe janë trajtuar nga rajon, ka dhe ndonjë pemë e cila duhet zëvendësuar, për të do merrem përsëri këtë sezon se jemi akoma në sezon mbjelljesh, kështu që do ta shohim për të mbjellë dhe pemë të reja. Ndërsa lidhur me ndriçimin, i thot zoti Ramis, unë e di shumë mirë që ai ndriçim rrugor ngeli për një kohë të gjatë, tani ka një defekt i cili me të vërtetë kërkon zgjidhje, unë do të merrem me drejtorin përkatës për të riparë vendosjen në eficiencë të plotë të ndriçimit rrugor. Kaq.
Faktikisht unë për mëse 2 vite kam mbuluar dhe drejtorinë e shërbimeve publike në bashki. Problemi i pastrimit me sipërmarrje pavarësisht kërkesave të vazhdueshme nga ana jonë dhe shqetësimeve të përcjella nga ana juaj dhe qytetarë të ndryshëm të cilët kanë diskutuar dhe kanë sjellë shqetësime në bashki, ne kemi marrë masa ndëshkuese dhe njëkohësisht kemi hequr edhe vlerë financiare nga kontrata e sipërmarrësit. Po kjo nuk ka dhënë zgjidhje për çfarë duam ne. Dhe për këtë pikë unë kam ngritur her pas here që kontinuisht në territorin e bashkisë Kuçov një numër jo i vogël rreth 60 deri 65 cop duhen hequr nga funksionimi. Dhe këtë kemi kërkuar si bashki që të zvendçojmë 90 kontinuar të amortizuar të vendosim me të rinj. Kjo është një domosdoshmëri për të rritur cilësinë e shërbimit në pastrim. Atë që punojësit e pastrimit heqin atë në kontinuar dhe lënë të jashtë, kjo është një shqetësim sepse ata ndoshta, thash edhe një herë, ku ka dhe më shumë kanë hequr, ku ka dhe më pak kanë lënë, gjë që për ne është shqetësim kjo. Çdo letër e hedhur jashtë kontinuerit duhet hequr nga punëtorët e pastrimit. Këtë gjë do ta ngre përsëri si problem shqetësues. Lidhur me pikën e tregut, është e vërtet, kultura jonë mungon në funksionimin e të një kulture qytetare. Pra ne nuk kemi kulturë. Atë që marrim e hedhim dhe atë që gjejmë në brenda shtëpisë e nxjerrim jashtë shtëpisë. Këtë gjë unë kam kërkuar vazhdimisht që në treg, megjithëse kemi punojës, që të kenë kujdes në këtë ndotje që hidhen nga tregtarë të ndryshëm që tregtojnë, po përsëri thash edhe një herë, ne kemi problem në sistemin e pastrimit aty në atë. Tani, o Berti, kemi bërë përpjekje dhe gjoba kemi vendosur, është e pamundur që të ndërgjegjësosh një popullsi të tërë. Ja dhe, Oramis do më falësh, se kam një këthim përgjigje. Lidhur me problemin e shkollës tuaj, unë faktikisht Aurela e kam diskutuar dhe pas here, pavarësisht se çfarë është bërë, përgjegjësia është e jona. Ne presim nga kompania Shell për një fond të posaçëm për ngrohjen e shkollës, që të bëjmë një rikonstruksion të plotë për ngrohjen, që të japim fund jo energjia, jo gazi, jo xhaku, jo druri. Pra aty të kemi një sistem ngrohje si gjithë shkollat e tjera. Është e vetmja shkollë e cila u bë para dhe na ka asur me vështirësi të mëdha në funksionimin e ngrohjes për nxënësit dhe mësuesit. Tani edhe në ndriçim do të jetë bashkia jo të japi një zgjidhje. Këta po ta them më mirë. Të lutem, atë problemin ngrohje dhe ndriçimin, dua dhe unë bëj një vërejtje këtu. Dua ta shikoni si një të vetëm, që do të thotë, kujdes me harximin e energjisë elektrike, këmbgulni më shumë që ngrohja është tjetër gjë dhe energjia tjetër gjë, sepse janë marramëndse faturat tuaja. Faleminderit. Ose Andrej ka ndonjë problem tjetër. Dje parlamenti mirator një projekt ligj për spiun. Po e them fjalë popullore. Nuk hyn këtu ore. Për spiun, si do të organizuar kjo në bazë bashkie spiun leku apo të bëjmë një kërkesë, unë jam dakord, unë do vjem spiun. Po tani. Dëgjoj këtu. Çi do ta bëj? Murati do vjen ta. Se kështu Juve që moruat më për ditëlindjen e ftuarat e lokale do jap një gjë çadoni atje.